Përshëndetje, vëllezër, miq, shok, dashamir, kudo që jeni, pranoni përshëndetjet e përzemërta nga unë, Ramadan Reka prej Kopenhagës, Danimarkës. Sot është dita e martë, data 5 maj 2026. Dhe këtu jam para shtëpisë sime, duke i bërë disa video në këtë mot të bukur që Zoti e ka falë këtë mot, dhe në këtë pranverë të këndshme që shikone se si ka gjelbruar tek ne mali, do me thonën natyra është veshur me gjelbrim, shikone krejt gjelbrim, edhe moti është i mirë, djeli puna nxej si kur t'ishte ditë vere, shikone se si o vesh natyra, do me thonë vetëm me gjelbrim e ka atë bukurien dhe heshien e vetë pranvera. Edhe kështu që një shok një dit më pyti mua, më tha, Ramadan, tha, du me ty diçka. Edhe unë thash, pyet nëse di të përgjigjem, nëse nuk di, atëhere të kërkoj falje shoku im i dashur. A i tha, Ramadan, si është për ty pranvera dhe si është për ty vjeshta? Thash, të falimnderoj shumë, Allah i dashur, apo shoku im i dashur, për këtë pyetje të mirë që më ke bon, por edhe unë do të përgjigjna me plot sinqeritet edhe respekt. Atëherë i thash, për mua, pranvera është sikur femra. A i hapi syrin, tha, qysh si femra? Thash, në qoftë se femra, e ke pa kur del në qytet, kur vishet bukur, edhe të gjithë e shikojnë, e u thonë, sa e mirë qenka. Qysh ka vesh, qëfar trupi paska, qysh pi rrikan teshat po mirë. E kështu në që edhe natyra, kur dveshët e sheh me gjelbrim, sa e mirë duke që. Shikon në natyrën, sikur femra kur zbukurohet, veshët mirë edhe, do me thonë, e ka atë bukurin e vetë. E kështu është edhe pranvera. Po mirë, tha, atëhere tregona për vjeshtën, qysh do këtë vjeshta. Thash, edhe vjeshta është sikur femra njëjtë. Qysh tha është si femra njëjtë. Thash, po ti për shemëll, e ke pa, kur qëkësh në deti mula, kur i sheh femrat e gjveshura një leke dhe në breg, nuk do këtë interesant, se kur o me tesha e imaginon, a thue, qëfar trupi ka, qëfar kom të mira, qëfar asi, a kur deshët, do me thonën, atëherë ja sheh krejt trupin edhe, do me thonën, nuk do këtë femra, sikur që është me tesha e bukur, sikur që është e gjveshur. E gjveshur, do me thonë, është ndryshe. Nuk e ka tërhekjen që sikur kur është e veshur. Se e veshur e zbukurojnë edhe robat edhe krejt. A ku gjveshët, do me thonë, e humb atë bukurien, do me thonë se atëherë sheh komplet o tani mo nuk je aq i ngrohtë se kur je i ngrohtë, kur është me roba vesh. Sikur natyra, për shembull, kur është e shen gjelbrim, kur e shen një pemë, ti mendon, thua, qëfar pejme është kjo? A është e amël, a është e tharp, a është e botë, a e egrë. E ashtu është edhe femna kur është e veshur. Mendon njeri për ta qëfar trupi ka, qëfar kom, qëfar do me thonë bukurie trupore, e kështu mere.